të gjithë grupimet shoqërore, shoqërisë civile, por edhe partitë të reja dhe të vogla duhet të bashkohen. Pse duhet të bashkohen? Sepse kryetarët e partive të reja, nëse kanë sensi minimal politik, ato e kuptojnë që në këtë fushë loje që ekziston sot, ato vetëm nuk kanë shans. Do njeri prej tyre mund të bëjë llogari shumë të vogla. Do thotë gjithë kjo mërzi do shkoj diku, nëse këto nuk bëjnë një parti të re, ku do shkojnë votat? Edhe dikush prej atyre partive të vogla, kryetar mund të bëjnë një llogari të vogël, mund të thotë ja kam 1 deputet, do ta çoj 3. Ja kam 2, do ta çoj 5. Edhe sikur të 3 partit bashkë të bëjnë 10 deputet, çfarë ndryshon në Shqipëri? Asgjë fare. Prandaj është shumë e rëndësishme, edhe nëse na dëgjojnë, edhe aty ribëj thirrje, ta mendoni mirë, sepse kjo është një lëvizje historike, edhe kjo lëvizje historike mund ta rregullojë fushën e lojës, mund ta pastrojë edhe për ju.